4 fitore të ekipeve vendase, 2 barazime dhe 2 fitore të ekipeve mysafire me 29 gola të shënuar është epilogu i Xhiros së 30 dhe të fundit në ligën e dytë të futbollit vendor. Makedonia Gjorgje Petrov dhe Arsimi kualifikohen në ligë të parë, ndërsa Bashkimi siguroi balotazhin për kualifikim në ligën e parë. Banorët e Çegranit kishin organizuar pritje madhështore për heronjtë e klubit të tyre të zemrës. Arsimi Çegranit me fitoren e thellë 4-0 kundër Vardarit në Negotin shënoi suksesin historik pikërisht me 52 vjetorin e themelimit të këtij klubi dhe është simbol i rinisë dhe sportit të këtij vendbanimi fitoria dhe kualifikimi në ligën e parë të futbollit në Maqedoninë e Veriut, i cili paraqet sukses historik dhe një arritje shumë e madhe për banorët e këtij vendbanimi, të cilët kishin organizuar një pritje madhështore me fishek zjarre dhe muzikë ku jehonte kënga shqipe në korr së bashku me tifozët, Armata Verdh e Zi dhe lojtarët. Në pritje të ekipit i pranishëm ishte dhe televizioni Koha. Është një moment historik, është një moment që vetëm mundesh ta përjetosh, fjalët domethënë janë këto për ta. Sidoqoftë, kjo është rezultati i asaj për të cilën kena punuar gjatë gjithë vitit me lojtarët, me kryesin, që të mundet të arrijnë deri këtë nivel. Kjo është një arritje historike për gjithë ne, në këto momente vetëm të shijojmë. Jam shumë i kënaqur me lojtarët për gjatë gjithë vitit, për angazhimin, seriozitetin, disiplinën, dhe kjo është rezultati i tyre. Ata kanë merituar më shumë se gjithë. Skuadra e Bashkimit përkundër presioneve të shumta shënoi fitore të madhe dhe atë në Shtyp kundër Bregallnicës 1-0 në takimin që drejt për drejt vendosi se cila nga këto skuadra do të siguron balotazhin për kualifikim në ligën e parë. Autori golit për këtë fitore të rëndësishme ishte Emir Asani në minutën e 9 të pjesës së parë. Bashkimi ndeshjen e balotazhit do ta zhvillon kundër ekipit Besa e Dobërdollit më datë 25 maj. Makedonia Gjorgje Petrov para publikut vendas barazoi me Bellasicën, por fal gol averazhit më të mirë mbetet kampion në ligën e dytë, edhe pse kanë po aq pikë sa edhe Arsimi në vendin e dytë. Rezultatet janë: Vardari Arsimi 0-4, Bregallnica Bashkimi 0-1, Boreci Ohri 4-1, Detonit Plaçkovica Pobeda 2-2, Skopje Kamenica Sasa 3-2, Kozhufi Novaci 5-1, Makedonia Gjorgje Petrov Bellasica 0-0, Osogova Vardarski 4-0. Por për këto dy suksese të mëdha për titullin kampion të Shkëndijës dhe kualifikimin e KF Arsimit në ligën e parë, televizioni Koha ka përgatitur një emision special që do të emitohet të mërkurën.